miliona euro të ndera publik një burimor. Kundërligjshëm ja keni fol 60 milion euro ujin Ramush Haradinaj. Fryrja e numrit të veteranëve për 10 vjet i ka kushtuar 380 milion. A ka akt akuzë ndaj Ramush Haradinaj? Një kryeministër i cili nuk shkon me dëshmuar në prokurori për një rast korruptiv që lidhet me rezervat shtetërore. Kjo është qeveria kundër korrupsionit. Një ministre e cila ka akt akuzën e ngritur edhe nuk shkon në gjykatë për kundër thirrjeve së gjykatave me shku me marr pjesë në shërtimin kryesor gjyqësor. Kjo është qeveria kundër korrupsionit. Një qeveri e cila e mban në pushtet ose e mban në pozitë, nuk e largon nga puna, Nagib Krasniqin me akt akuzë për miliona euro vjedhjen e kek, domethënë kjo është qeveri kundër korrupsionit. Një qeveri e cila jep miliona euro të ndera publik një burimor, jo vetëm kek, po gjithandej, dhe kësaj i themi qeveri kundër korrupsionit, koha. Fal. Kur flet Artoni për prokurorë, për sistemin e drejtësisë, duhet me ditë çush ka ik prokurori në Amerikë dhe pe kujt ka ik. A vi tregon popullit për rastin e veteranëve? Çfarë më tregu? Me tregu pse ka ik ai zotëria. Pse ka ik prej Kosovë? Shko pyetje tjetër pse ka ik. Tregoj ti, kur falsh për rastin duhet me tregu që është ka pas presione pe kryeministrit Haradinaj. Ka pas, a? Prit. Ka pas. Prit. Po. Tash leja mu. Ja, shkruaj. Prit. Kundërligjshëm ja keni fol 60 milion euro ujin Ramush Haradinaj. Ku ja kena fol ujin? Çfarë ujin? Operatore, prit, lejam tash, mos të vjen ti e ki mara, ja, apo i thu, apo ndërprin. Unë nuk e thash. Mirë, veç po i shtron pyetje. Haradinaj kundërligjshëm ja ka rrit vetës 1300. Kush e ka përgatitur këto? Haradinaj ja foli 219.000 euro familjeve të ndryshme. Emergjencia e kryeministit i kushton buxhetin 28. A e kryve sekondat? Fryrja e numrit të veteranëve për 10 vjet i ka kushtuar 380 milion. Haradinaj ja foli 53 milion euro. A e kryve sekondat tjeta? Punësimi dove mesa. Një minutë këmë marrë. 30 sekondat e tu kryt faleminderit. Skandali korruptiv në autostradën e Xhilonit. Dhe autostrada e Dugaxhinit dhe abuzimi me rezerva. Ku jena tu Rosh? Faleminderit. Rafael. Fjalë publike. E pora. Ramush Haradinaj nuk del me bëu fushat, shkon Lomezi vjen e Lezi sepse kjo është absurde. E pora, lutem, kjo e pora, sepse as nuk e keni ek Lomezin dhe as nuk e keni fu e Lezit. Kjo është qeveria aty. E dyta, nëse flasim për këto aferat që ti po ndërton, ku ka akuza? Ka një akuzë dikun në gjykat, unë po flas me akuza i dërum. Unë lutem. Absolut, si të dënohet, unë jam për çdo njeri që ka bësh kelin këtë vend me shku me vujt dënimin. Për veteran kush akuzohet? Ku është? Cili zyrtar ju Cili zyrtar? Cili? Trego ti more se unë nuk e. Ti trego. A është dikush deputet ajo? A ka akt akuzë, lutem? A ka akt akuzë ndaj Ramush Haradinaj për këto që ti po ngrit? Na po flasim. Kanë keni kandidat për deputet? 110 më të mirë që ekzistojnë. Na po flasim për akuzë për vjedhje të rezervave shtetërore dhe nuk shkon ministja më paraqit në gjykat, po flasim për thirrjet prokurorisë me dëshmu kryeministri, nuk shkon, po flasim për akt akuzë të ngritur ndaj Nagib Krasniqit. Po flasim edhe për Elizën që e keni një. Deri ditën e fundit. Jo është korrupsioni. Jo është korrupsioni. U shpenzun çto argumente veç pak